Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ja kush është 57 vjeçari që i mori jetën 2 fëmijëve në Durrës. Nicole Radaçi është 57 vjeçari i cili shkaktoi aksidentin e rënd në Durrës, duke përplasur për vdekje 12 vjeçar, ndërsa një tjetër mbeti plagosur rënd. Shoferi i Benzit ka rezultuar në gjendje të dehur. Ai ka qenë me shpejtësi kur mjeti ka devijuar dhe ka kaluar në trotuar ku luanin 3 fëmijët. Shoferi banor i zonës ka braktisur mjetin pas ngjarjes, por është vënë në pranga pak minuta më pas nga policia. Një nga viktimat dhe i plagosur janë kushërinj të parë, ndërsa fëmia tjetër që ka humbur jetën mësohet se jetonte me të afërm, pasi prindrit i kanë në Itali, pasi babai i tij po kuroi për një sëmundjeje. Banorët e zonës shprehen se rruga ku ndodhi ngjarja është problematike dhe burimi i vazhdueshëm aksidentesh për shkak të lëvizjes me shpejtësi të mjeteve, duke kërkuar më shumë kontrolle nga policia rrugore. Policia mbriti menjëherë në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit të rënd. Ka shumë probleme në këtë rrugë, shprehen banorët. Gjithsesi, kjo ishte edhe një herë një rikujtesë për të gjithë prindrit e fëmijëve që të jenë më të kujdesshëm, sepse në këtë shtet që ne jetojmë, rregullat vijnë gjithmonë sa herë në diskutim.